Përshëndetje nga sofra shqiptare. Si që di motra dashura s'na kanë ngel veç pak ditë afër muajit të Ramazanit dhe si sheh respekti për këtë muaj vendosa që ta përgatis një bakllavë. Pra kam përgatit bakllavë nga çokolada, cila bëhet shumë e shijshme, ideale për iftara. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e baklavës. Marrim një enë të madhe dhe i hedhim vezët dhe ja shtoj dhe 3 lugë gjelle me sheqer dhe kështu me një tel kuzhine do i rrahi mirë vezët. Kështu për disa sekonda, besoj se është mjaftueshëm. Shtojmë një gotë 180 ml shem me qumsh. Një gotë 180 ml shem me vaj. Gjithashtu një gotë 180 ml shem me kos. Asnjëra nga gotat nuk i kam mbushur plot, sepse gotat janë 200 ml shem dhe unë i kam hedhur kështu 2 gisht më pak, që të kenë nga 180 ml mos dhe e përzi mirë, derisa gjithë përbërësit të bëhen në një mos. Dhe ja shtojmë tash një pjesë të millit. Milli asnjëherë nuk mund të duket që t'na del një brumë si i baklavave të zakonshme. Shtojmë një pjesë. Shtojmë 4 lugë gjelle me kakao. Dhe një pluhur përpjekje. Tash masën në fillim do e përzijmë kështu me lugë derisa të formohet një çull vitrash. Largojmë lugën nga brumi dhe fillojmë që të shtojmë miell. Tash e punojmë brumin me dorë derisa të mlidhet gjithë brumi. Miellin e shtojmë gradualisht, në këtë mënyrë kontrollojmë trashësinë e brumit. Pra duhet dalë një brumë me trashësi mesatare, si tatlijave, si baklavës së zakonshme, vetëm se kjo baklavë është baklavë çokolade me kakao, vërtet bëhet e shijshme, e mirë, ja vlen me provu. Kemi formuar brumin, na ka dalë një brumë me trashësi mesatare, e kam punu kështu derisa plotësisht është largu nga dora, miell kam shtuar gradualisht. Enën ku ndodhet brumi e mbulojmë dhe e lëm në ambient ngrohtuar që brumi të pushojë për gjysmë ore. Brumi ka pushu mjaftueshëm, atëherë e largojmë nga ena, hedhim miell në tavolinën e fundës para se ta vendosim brumin. Dhe vetëm pak kështu e rrokollisim në miell brumin. Dhe fillojmë që brumin ta ndajmë në kuleç, gjithsej këtë brumë do e ndajmë në 30 kuleç. Tepsia në të cilën do e përgatisim këtë baklavë do jetë me dimensione 40 me 35 cm. Nëse përgatitni në një tepsi më të madhe, atëherë vetëm se shtoni masat e gjithë përbërësve. Dhe kështu në mënyrë të njëjtë ndajmë gjithë brumin në kuleç. Kemi ndarë brumin në 30 pjesë të barabarta, atëherë secilës pjesë të brumit i japim formën e rrumbullakët duke rrokollisur në miell. Ja, pra në këtë mallësi ka ndalë kuleç. Marrim një tepsi dhe në të kam hedhur pak vaj dhe kuleçt e formuar do i vendosim në tepsi. Pasi gjithë kuleçët i kam vendosur në tepsi, atëherë tepsin do e mbuloj kështu me foli najloni. Mbuloj gjithë sipërfaqen e kuleçëve. E kam mbuluar kështu tepsin me folinë e najlonit dhe e lëm përsëri që kuleçët të pushojnë në ambient ngrohtuar për gjysmë ore. Kuleçët kanë pushuar mjaftueshëm, atëherë filloj me hapjen e tyre. Për hapjen e kuleçëve na nevojitet grizë,
dhe një sheste. Tu kam dikon rreth 700 gram me një sheste dhe 100 gram me grizë. Ja hedhi një shestës grizën dhe kështu e përzi me duar që të përbëhen në një mazë griza dhe një shesta. Do kush I vjen vështirë që të bëj baklavë dhe me grizë, mirë po do del më e mirë, mund ta bëni edhe vetëm me një sheste, mirë po me grizë do bëhet më e shkript baklava. Besoj se shpërzier mirë. Gjatë kohës që do marr një sheste do bëj përzierjen vazhdimisht dhe filloj me hapjen e kuleçve. Kështu do I hapi nga 2 kuleç paralel duke mos I ngjitur. Ju hedhim një sheste, në fillim hapim vetëm njërin kulaç. Hapim me një masi dikon 10 ose 15 cm, një sheste dhe grizë do I hedhi sa herë që të ka nevojë, vetëm se dhe pak dhe besoj se është mjaftueshëm e hapur peta, në mënyrë të njëjtë hapim edhe petën e dytë. Pra shumë lehtë bëhet hapja, shkon paralel, duke mos I ngjitur, duke I sjellur petat. Mund ta bëni vetëm dhe me një petë, mirë po kështu me 2 shumë shpejt do e përgatitni baklavën. Kemi hapur 2 kuleç në masinë e njëjtë, atëherë sipër njërit kulaç hedhim një sheste dhe grizë me sasi më të madhe, vendosi petën e dytë. Dhe mbi petën e dytë hedhi pak një sheste dhe grizë dhe filloj kështu që të bëj hapjen. Tash I kthejmë nga ana tjetër dhe nga ana tjetër do I hapim dhe fillojmë që t'i rrokollisim në shkopin për gatim dhe të bëjmë hapjen. Pra kështu I rrokollisim. Largojmë njërën. Pra si që shifni nuk ngjiten, vetëm se I rrokollisim dhe do dalin shumë mirë petat. Kështu në mënyrë të njëjtë vazhdojmë hapjen deri në gjërsinë e dëshiruar. Unë do I hapi dikon në një masi rreth 50 cm. Hedhi një sheste sa herë që të ka nevojë. Kam hapur petën në gjërsinë e dëshiruar, tash do e vendosim në tepsi. Pra në këtë tepsi do e vendosim. E kam vendosur në tepsi. Dhe dhe pak shtu me duar, mundohem ta përhapi në sipërfaqen e tepsisë. Besoj se shumë mirë. Tash mund shkopit për gatim, kështu nga qoshet e tepsisë bëjmë që të bëhet prerja e petave, s'kemi nevojë që ta përdorim dhikën. Pra që ja, si që shifni, shumë shpejt janë bërë prerja, vetëm se shtypim pak, dhe prerja e qoshëve ka dalë shumë mirë. Qoshet nuk I hedhim, I vendosim kështu në sipërfaqe, nga të gjitha anët I morim qoshet dhe I vendosim në tepsi. Dhe këto janë të mira pse mi hedh. Filloj me hapjen e petave të dyta, pra në mënyra e njëjtë vazhdon tutje. Kemi shtruar dhe petat e 15, tash ja hedhim arrat në mes. Mund t'i shtoni dhe çokoladë coptume tek mesi, kjo është sipas dëshirës, ose mund ta përgatitni me fëstëk. Besoj se është mirë
Tash fillojmë me hapjen e petave tjera. Mënyra e hapjes është e njëjtë. Kemi hapur dhe petat e fundit, tash I vendosim në tepsi. Pra në mënyrë të njëjtë veprojmë dhe me petat e fundit. Dhe tash do bëjmë prerjen, mirëpo në prerjen do e bëjmë me anë të një maci, kështu nga të gjitha anët do e bëj prerjen nga 5 cm. Dhe në këtë mënyrë do fitojmë copa shumë të bukura të baklavës, kështu masim nga 5. Dhe nga ana tjetër në mënyrë të njëjtë veprojmë. Dhe tash e kemi shumë lehtë. Vetëm se ja japim formën. Pasi kam bërë prerjen e baklavës, sipër do I hedhi tlymë të shkrirë. Këtu kam 1 kilogram me tlymë të shkrirë, të cilën e kam shkrirë dhe e kam lënë në zjarr në temperaturë minimale derisa ju ka larguar tërë shkuma sipër dhe e kam lënë që të ftohet mirë. Tash do ja hedhi baklavës. Kështu me shumë kujdes. Edhe në çdo pjesë të sipërfaqes së baklavës. Mundohem që ta bëj gjithë baklavën mirë me tlymë. Dhe pse ju duket se është shumë, nuk është shumë, kurse këtë pjesën e fundit nuk do ja hedhim, pasi që baklava do bëhet si kluska të zeza sipër. Dhe baklava është gati për pjekje, pra ka fillu që gjalpi të futet dhe në brendësinë e baklavës. Gjatë përgatitjes e kam nxjerr furrën në 250 gradë. Baklavën e pjeki në temperaturë 250 gradë për 5 minuta dhe më pas uli temperaturën në 150 gradë për 2 orë, 2 orë e 20 minuta. Baklavën e kam largu nga furra, është pjekur shumë mirë, e lojmë që të ftohet mirë dhe më pas përgatisim shërbetin. Pasi baklava është ftohur, përgatisim shërbetin. Gjithsej për atë baklavë na nevojiten 1 kg 400 gram me sheqer, 720 ml me ujë, 1 vanilë sheqeri dhe 100 gram me çokoladë qumshti. Pra çokolada nuk duhet jetë çokoladë për gatim, por çokoladë qumshti. E coptojmë kështu. Dhe I zim zjarrin dhe në temperaturë mesatare, e zi shërbetin duke e përzier vazhdimisht derisa ai fillon të vlojë. Shërbeti ka fillu që të vlojë, atëherë ja hedhim pak lëng limoni. Kështu e kam darë 1 limon në gjysmë dhe do ja shtoj pothuajse të tërën lëngun e gjysmë limonit dhe uli temperaturën mes tultës dhe të mesmës dhe shërbetin dhe e zi në këtë temperaturë për 15 minuta. Shërbeti është zier mjaftueshëm dhe kam marrë 1 tel kuzhine dhe kështu e kam përzi për 2-3 minuta që të shkrihet çokolada mirë. Harrova në fillim që të cek në mungesë të çokoladës së qumshtit mund t'i hedhni
dhe 2-3 lugë gjelle me kakao, nëse nuk keni çokoladë qumshti, mirë po çokoladë përgatim, se nuk guxon që t'i hedhim. Tash shërbetin e largojmë nga zjarri që t'ja hedhim baklavës. Pasi shërbetin e kam largu nga zjarri, atëherë ja shtoj gjysmë filxhani me ujë të ftoftë dhe përzi mirë dhe kjo ndihmon që shërbeti mos të karamelizohet kur t'ja hedhim baklavës. Është bërë shumë mirë shërbeti. Shërbeti është vala i nxehtë, kurse baklava është e ftoftë dhe kështu ja shtojmë ngadalë gjithë shërbetin baklavës. Ka një aromë jashtëzakonisht të mirë shërbeti kur blen në baklavë. Pasi baklavës ja kam hedhur shërbetin, marr dhe mbuloj me një tepsi dhe e lë kështu që të ftohet dhe të zbutet dikon më së paku për 15 orë dhe më pas do jetë gati për konsumim. Baklava e kam marrë shërbetin, e kam lënë kështu që të ftohet dhe ta merr shërbetin dikon për 16 orë. Tu kam shkrirë 200 gram me çokoladë për gatim dhe ja kam hedhur 3 lugë gjelle me vaj, i kam shkrirë në avull dhe tash kështu lugë do ja hedhi baklavës sipër. Vërtet do del shumë e mirë. Mund t'i hedhni dhe çokoladë qumshti, varet se çka ju qëllon në shtëpi. Mirë po dhe me çokoladë për gatim do del shumë mirë baklava. Kështu mundohemi që çokoladën ta përhapim mirë nëpër sipërfaqen e baklavës. Baklava është gati për konsumim, t'i largojmë kështu 2-3 pjesë dhe t'i shihni se si kanë dalë. Vërtet kanë dalë shumë të mira. Në pamje janë shumë të bukura, besoj se dhe shija ka me qenë kështu e mirë si kurse pamja. Ja dhe si duket baklava nga çokolada, gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë ju bëft mirë, kurse ju motra që ndoni kohë dhe më shikoni vazhdimisht ju faleminderit. Miru takoshmi për recetat e reja gjatë iftareve në vijim.